Kam kënaqësinë të jem sot mes jush në këtë akademi solemne me rastin e shënimit të 40 vjetorit të botimit të revistës Dituria Islame. Ky jubilej shënon jo vetëm botimin dhe vazhdimsinë e një tradite publicistike, kulturore dhe arsimore në Kosovë, por gjithashtu edhe avancimin e dijes të menduarit dhe të aspektit intelektual në shoqërinë tonë. Për 4 dekada me radhë, revista Dituria Islame ka qenë pjesë e hapësirës sonë publike dhe intelektuale, duke trajtuar temat besimit, kulturës, historisë, arsimit dhe të jetës shoqërore në përgjithësi. Ajo përbën një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë së publicistikës fetare në gjuhën shqipe dhe një prej botimeve më të gjata të Bashkisë Islame të Kosovës. E themeluar në qershor të vitit 1986, revista ka dëshmuar qëndrueshmëri dhe përkushtim në shpalosjen e dinamikave shoqërore në periudha të ndryshme historike. Kosova në okupim gjatë viteve të 90-ta, gjersa liria e shprehjes dhe informimi në gjuhën shqipe u përballën me kufizime të rrepta, revista Dituria Islame e ruajti dhe vazhdoi botimin dhe shërbeu si hapësirë informimi, reflektimi dhe dokumentimi për zhvillimet të cilat e preknin shoqërinë tonë. Përmes faqeve të saj pasqyruan sfidat me të cilat përballeshin qytetarët e Kosovës, si dhe ngjarje të rëndësishme të kohës. Në këtë mënyrë, revista kontriboi në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe në dëshmimin e realiteteve të kohës për brezat që erdhën më pas. Shënimi i këtij 40 vjetori është një rast për të vlerësuar punën dhe përkushtimin e redaksive të njëpasnjëshme të autorëve, studiuesve, publicistëve dhe bashkëpunëtorëve të shumtë që janë angazhuar te revista Dituria Islame për gjatë këtyre dekadave. Gjatë periudhës së pas luftës, revista vjoi të jetë pjesë e jetës intelektuale, kulturore e edukative të vendit, duke trajtuar tema që lidhen me shoqërinë, arsimin, kulturën, etikën, dialogun e të tjera. Republika e Kosovës është ndërtuar mbi vlerat e demokracisë, lirisë, respektimit të drejtave të njerëzit dhe barazisë të gjithë qytetarëve të saj. Diversiteti ynë kulturor e fetar është një pasuri e çmuar e shoqërisë dhe një ndër themelët e bashkëjetesës që e karakterizon Kosovën. Andaj edhe institucionet e Republikës së Kosovës e vlerësojnë kontributin që komunitetet fetare japin në jetën shoqërore, kulturore, arsimore dhe humanitare të vendit, si dhe rolin e tyre në kultivimin e mirëkuptimit, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë. Harmonia ndërfetare e ndërtuar ndër breza mbetet një nga vlerat më të larta të shoqërisë sonë dhe një shembull i rëndësishëm i kulturës sonë demokratike. Pikërisht në këtë frymë të respektit të ndërsjellët, të bashkëjetesës dhe pluralizmit demokratik, ne e vlerësojmë kontributin e institucioneve dhe komuniteteve fetare në zhvillimin kulturor, arsimor dhe shoqëror të Kosovës e në veçanti të Bashkisë Islame të Kosovës. Me këtë rast i shpreh urimet dhe mirënjohjen time për Bashkinë Islame të Kosovës, redaksinë e revistës dhe të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi të gjatë e të suksesshëm. Në veçanti ju falenderoj sepse vëni theksin të dituria, pra të uria për të ditur, e vëni theksin të uria për ditë, për dritë, sepse nga dituria vjen përparimi në njërin anë, por në anën tjetër nëpërmjet diturisë ne e ruajmë aktivitetin e mendjes. Është të rëndësishme, sidomos të brezat e ri, të ata që po vinë pas nesh, të adoleshentët, ta mirëmbajmë kurreshtjen dhe pasionin për dije, sepse pasiviteti mendor shkakton shumë probleme. E uria për dije, kurreshtja dhe pasioni për dije janë të rëndësishëm për këta që vinë pas nesh, edhe ne duhet të abartim pishtarin e kërkimit, studimit, mësimit, leximit, edhe atyre si që kanë bartur brezat e mëparshëm tek ne. Uroj që Dituria Islame të vazhdoj të jap pra kontributin e saj në pasurimin e debatit publik, kulturës, dialogut, të mendimit publik në Kosovë, si hapësirë e dijes, reflektimit dhe komunikimit midis brezave.
Ju faleminderit për ftesën e përmendur. Shkrimi dhe dia zë një vend qendror në qytetërimin islam, duke u konsideruar jo vetëm mjet e komunikimi, por amanet hyjnor, intelektual dhe civilizues që nga shpallja e parë kuranore me urdhrin lexo dhe përmendjen e penës, Islami ka ngritur dijen dhe dokumentimin e saj në rang të vlerave themelore të zhvillimit njerëzor. 4 dekada në jetën e një institucioni përfaqësojnë shumë më tepër se një segment kronologjik. Ato mishrojnë një traditë të konsideruar, një mision të qëndrueshëm dhe një trashëgimi me vlera të shumëfishta. Në këtë perspektivë, 40 vjetori i diturisë islame shënon jo vetëm jubileun e një periodiku, por kremtimin e një institucioni me rol të rëndësishëm në formësimin e mendimit fetar, kulturor dhe intelektual shqiptar. Gjatë 4 dekadave të veprimtarisë së saj, kjo revistë ka shërbyer si platformë e dialogut shkencor, edukimit dhe afirmimit të identitetit shpirtëror e kombëtar. Kontributi i saj i vazhdueshëm përbën një dëshmi të gjallë të përkushtimit ndaj dijes, vlerave universale dhe zhvillimit të vetdijes shoqërore, duke lënë gjumë të pashlyeshme në historinë bashkëkohore të shqiptarëve. Në qershorin e vitit 1986 nisi rrugtimin e saj kjo revistë, që mori mbi supet e veta përgjegjësinë për të zhvilluar vetdijen fetare, kulturore e kombëtare shqiptare, duke vënë dijen, edukimin dhe formimin intelektual në qendër të misionit të saj. Vërtet, dituria islame ishte ajo që u themelua me një mision fisnik, po aq sa ishin fisnik edhe ideatorët idealist dhe lapsat e palodhshëm të saj. Si e tillë mori mbi supe që në këto troje të mbante ndezur fanarin e dijes, ta forconte besimin në Zot, ta predikonte universalitetin e mesazhit hyjnor, e ta çelikoste aspiratën për liri. Dituria islame fliste sikurse populli ynë. Ajo harmonizohej me pulsin e zemrës së tij, ëndronte guximshëm sikur patriotët e tij dhe rezistonte me pietet po sikurse heronjët e tij. Ajo tregoi më së miri se populli ynë, specifikisht intelektualët e mirëfill të saj, nuk durojnë mospërfilljen dhe i rezistojnë tentativave mjerane të gjithë atyre që përpiqen padrejtësisht ta shuajnë zërin e tij. Falë kontributit dhe angazhimit të teologëve, studiuesve, intelektualëve, studentëve dhe imamëve shqiptar, revista krijoi një traditë të qëndrueshme të mendimit islam dhe kontribuoi në formimin fetar e intelektual të brezave të tërë. Për shumë shqiptar, dituria islame u bë dritare e rëndësishme drejt literaturës bashkëkohore islame, historike dhe kulturore në gjuhën anëtare. Me fillimin e viteve 90, Kosova u përballë me riokupimin serb dhe me një valë të re represioni. Institucionet e legjitime të Kosovës u mbyllën, mediat në gjuhën shqipe u heshtën, liria e informimit u bë të rëndë. Në këto rrethana, dituria islame mori një rol shumë më të gjerë se ai i një reviste fetare. Ajo u bë një nga hapësirat e pakta ku vazhdonte të dëgjohej fjala e lirë në gjuhën shqipe dhe kontribuoi në thyerjen e errësirës informative që përpiqej të impononte regjimi serb. Në faqet e saj u pasqyruan drejtësitë, diskriminimi dhe dhuna që ushtrohej ndaj shqiptarëve të Kosovës. Revista u bë kronikane e kohës dhe dëshmitare një periudhe të vështirë për popullin tonë. Përveç misionit fetar, dituria islame luajti një rol të rëndësishëm në rikthimin e kujtesës historike. Në faqet e saj u botuan studime për figura të shquara të historisë, kulturës dhe arsimit shqiptar, si dhe trajtime shkencore që ofruan qasje të reja ndaj historisë sonë kombëtare, të çliruara nga interpretimet ideologjike të periudhës komuniste. Revista kontribuoi në rivlerësimin e trashëgimisë sonë kombëtare dhe në çlirimin e historiografisë shqiptare nga paragjykimet dhe ndalesat ideologjike të së kaluarës. Në këtë mënyrë ajo u bë një tribunë e kujtesës historike dhe identitetit kombëtar. Pas rënies së komunizmit në Shqipëri, një kapitull i ri u hap për jetën fetare të shqiptarëve.
Dituria islame ndoqi nga afër këtë proces historik. Ajo dokumentoi rihapjen e xhamive, rikthimin e lirisë së besimit dhe rindërtimin e institucioneve fetare. Përmes reportazheve, analizave dhe intervistave, revista solli para lexuesve zhvillimet që po ndodhin në Shqipëri pas dekadave të ateizmit shtetëror. Në këtë mënyrë ajo bën një urë komunikimin ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri, duke shtrirë ndikimin e saj në gjitha trojet shqiptare dhe duke u bërë ndërbotimet e para që depërtuan të lexuesi i Shqipërisë post-komuniste. Ndërsa Kosova përballej me represionin serb, në Bosnjë dhe Hercegovinë po zhvillohej një nga tragjeditë më të mëdha të Evropës pas luftës së dytë botërore. Dituria islame ishte ndër zërat e parë në gjuhën shqipe që denoncoi krimet, spastrimin etnik dhe gjenocidin ndaj popullit bosnjak. Në faqet e saj u botuan reportazhe, analiza dhe dëshmi të rënditëse nga lufta. Përmes këtyre shkrimeve, revista jo vetëm informoi opinionin publik shqiptar, por edhe ngriti zërin në mbrojtje të dinitetit njerëzor dhe të drejtës për jetë e liri. Ajo dëshmoi solidaritetin e shqiptarëve me popullin bosnjak në një nga periudhat më tragjike të historisë së tij. Fundi i viteve 90 solli për shkallëzimin e konfliktit në Kosovë. Dhuna, masakrat dhe spastrimi etnik po bëheshin realitet i përditshëm. Revista dokumentoi terrorin serb, shkatërimin e vendbanimeve shqiptare, sulmet ndaj objekteve fetare dhe vuajtjet e mira familjeve shqiptare. Në faqet e saj gjetën vend lëvizja studentore e vitit 1997, ngjarjet e Drenicës, sakrifica e familjes Jasharu, masakra e Reçaput, rezistenca e popullit shqiptar dhe drejta e tij legjitime për liri e pavarësi. Përmes fjalës së shkruar, revista u bë pjesë e përpjekjes së përgjithshme kombëtare për çlirim. Ajo ruajti kujdesin e luftës dhe dokumentoi një nga periudhat më të rëndësishme të historisë sonë moderne. Një pasuri e veçantë e diturisë islame mbetet korpusi i saj i intervistave. Në faqet e revistës folën personalitetet të shquara të jetës fetare, akademike, kulturore dhe kombëtare shqiptare. Këto intervista përbëjnë sot një arkiv të rrallë të mendimit shqiptar në fund shekullit të 20 dhe fillimit të shekullit të 21, si dhe një pasuri të çmuar për studiuesit dhe brezat që vinë. Për 4 dekada me radhë, dituria islame i ka qëndruar besnik e misionit të saj themelor, shërbimit ndaj dijes, fesë, kulturës, historisë dhe interesit kombëtar shqiptar. Ky rrugtim nuk do të ishte i mundur pa përkushtimin e dhjetra bashkëpunëtorëve, autorëve, studiuesve, redaktorëve dhe kryeredaktorëve. Nga Haxhi Jetish Bajram, Qevajt Morina, Sabri Bajgora, Ahmet Sabriu, Bahri Sivnica, Recep Suma, Aini Sinan, e deri te kryeredaktori aktual Driton Arifi, secili ka dhënë kontribut të çmuar në historinë e kësaj reviste. Fal punës së tyre, revista ka ruajtur vazhdimsinë e saj dhe ka mbetur besnike ndaj misionit që e shoqëron që nga dita e themelimit. 4 dekada pas daljes së numrit të parë, dituria islame vazhdon të mbetet një nga institucionet më të rëndësishëm të jetës fetare, kulturore dhe kombëtare shqiptare. Një tribunë e dijes, një arkiv i kujtesës, një zë i së vërtetës dhe një dëshmi se fjala e shkruar mund t'i shërbejë njëkohësisht besimit, kulturës, lirisë dhe kompit. Sepse historia e diturisë islame nuk është vetëm historia e një reviste, është historia e një mision që vazhdon.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى جدبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك Ftojmë Zotin Recep